Letra e Jakobit. Sot do ndalemi tek vargjet 13 deri në 18, ku Jakobi shet për zgjuarsinë qiellore dhe atë tokësore. Le të lexojmë edhe një herë së bashku këto vargje. Kush është ndër ju i urtë dhe i ditur, le të tregojë në sjellje të mirë veprat e tij në zemërbutësi të urtësisë. Por në qoftë se në zemrën tuaj keni smir të hidhur dhe grindje, mos u mburrni dhe mos gënjeni kundër së vërtetës. Kjo nuk është urtësi që zbret nga lart, por është toksore, shpirtërore, djallëzore. Sepse atje ku ka smir dhe grindje, atje ka trazir dhe gjithë farë veprash të këqija. Por urtësia që vjen nga lart, më së pari është e pastër, pastaj paqësore, e butë, e bindur, plot mëshirë dhe fryte të mira, e pa anshme dhe jo hipokrite. Por fryti i drejtësisë mbillet në paqe për ata që bëjnë paqe. Tek Testamenti i Vjetër, fjalët e urta na inkurajojnë të kërkojmë zgjuarsinë. Dhe e gjejmë te kapitulli 3, vargjet 3 deri në 18, gjithashtu dhe te kapitulli 4, vargjet 7 dhe 9. Po ashtu edhe tek Testamenti i Ri, që Testamenti i Ri na inkurajon të ecim me zgjuarsi. E gjejmë këtë tek Efesianët, kapitulli 5, vargjet 15 dhe 17. Jakobi, që neve sapo lexuam, na tregon dhe na mëson që ka më shumë se sa një lloj zgjuarsie. Te ky pasazh, Jakobi përshkruan dy lloj zgjuarsie, pra qiellore dhe toksore. Një kontrast në origjinën e tyre, pra të shkojmë tek themeli, nga vin, nga dalin këto. Zgjuarsia toksore, pra është toksore, është e kësaj e botës dhe është në fakt në syrin e Perëndis, kjo lloj zgjuarsie është budallik ose marrëzi. Kjo ku është i dituri? Ku është skribi, thot Pali? Ku është debatuesi i kësaj epoke? A nuk e bëri të marrë Perëndia diturinë e kësaj bote? E para Korintasve 1:20. Tregon që nuk ka lidhje me atë të Perëndisë. Është një zgjuarsi sensuale në kuptimin që çfarë të pëlqen ty për momentin, çfarë të bën, çfarë të tërheq, përshqisat, emocionet, pasion. Që ka e kupton, nëse ti të bën të ndihesh mirë emocionalisht në moment, atëherë ti zgjedh dhe ta bësh. Kjo lloj zgjuarsie të drejton të bësh atë çfarë ndjen si që është, që thua ti, kjo është e duhura, por që nuk bën të duhur. Nga e kuptojmë neve këtë gjë. Ne kuptojmë sepse kur kemi të bëjmë me zgjuarsinë qiellore ose me zgjuarsinë që vjen prej Perëndis, neve do të kuptojmë që nuk ka lidhje fare me këtë toksore, por është e lik, është e hidhur, është ziliqare, është egoiste, edhe bën që edhe i fut dhe njerëzit më leta ose më drejt për drejta që mund të themi është që i fut dhe njerëzit në sharr. Por jo vetëm kaq, i vret njerëzit. Pra kjo zgjuarsie ka origjinën tek Satani. Me pak fjalë, nëse dikush është i zgjuar, i mençur, me të folur, por nuk e ka burimin tek Perëndia, do ta drejtoj atë njeri në një moment apo në një tjetër që të shkatroj ose ti sulmoj të tjerë. Shikojmë pak zgjuarsinë qiellore që vjen prej së larti. Vjen nga Perëndia, thot këtu tek Jakobi, është tek vargu 17. Po
te kapitulli i parë. Po ta shikojmë, thot, çdo gjë e mirë që na jepet dhe çdo dhuratë e përsosur vjen prej së lartë dhe zbret nga Ati i dritave, pranë të së cilit nuk ka nderim dhe asnjë ndryshim. Vjen prej lutjes. Vazhdon Jakobi dhe në fakt e thot pak më përpara këtë tek vargjet 58 e kapitullit i parë. Por në qoftë se ndonjërit nga ju i mungon ortia, thot, le të kërkoj nga Perëndia që u jep të gjithë pa kursim. Pa qortuar dhe atij do t'i jepet, por le ta kërkoj me çfarë? Me besim, pa dyshuar, sepse ai që dyshon i ngjan valës së detit, të cilin e ngre dhe përplas era. Dhe ky njeri të mos pandesë do të marrë diçka nga Zoti, sepse është një njeri me dëmand, i paqëndrueshëm në të gjithë rrugët e veta. Duke ditur origjinën e çdo lloj zgjuarësie, na inkurajon kjo dituri pra, ose ky lloj mësimi na bën edhe na inkurajon, është për të na inkurajuar neve që të zgjedhim të duhur. Po kush është e duhur? Sigurisht që neve në mendjen tonë këtë do themi, zgjuarësinë qiellore. Kontrasti që bëjnë midis natyrës së tyre, e shikojmë tek vargu 15 tani te kapitulli 3 ka thot plot hidhërim, plot zili, kërkon vetëm interesin vetjak, është egoiste, sulmon të tjerët. Kjo zgjuarësi pra lartëson ose vlerëson fuqinë, ti jesh i pushtetshëm. Kesh një pozicion të mirë në shoqëri, në punë, ku më thënë edhe të kërkos, të krenohesh, të mburresh. Kërkon privilegjin, me këto të gjitha këto çfarë ofron, prestigji. Kjo lloj zgjuarësie është promovuar ose inkurajuar nga Satani për të rebeluar kundra Zotit. Edhe në fillim kjo lloj zgjuarësie bëri Satanin që të ngrihej ose të rebelohej kundra Perëndisë. Zgjuarësia qiellore e gjem tek vargu 17, është e pastër, është paqësor, është e butë, është e mirë, është zemërdashme, e gatshme për të dhënë, plot mëshirë, prodhon frute të mira, nuk ka anësi, nuk ka hipokrizi. Çfarë ndryshimi ka kjo nga e para? Neve duket shumë e thjeshtë kontrasti apo jo. Një analizë të thjeshtë që mund t'i bësh vetes, t'i bëjnë vetes tonë ose dhe sjelljeve të ndryshme edhe të miqve, edhe të njerëzve që neve njohim, në momente të ndryshme neve themi sa bukur që foli, na kënaq, por puna është në momentin që veproj, na mbushin mendjen, por në momentin që filloi të vepronte më përpara hoqi për vete, mbajti për vete, pastaj çngeli për të tjerë. Një pleqte me vjetër i provonin shokët e fëmijëve që vinin aty në shtëpinë e tyre, për shembull se më përpara ndodhte që zinin shok, një nga këta që thonë që kemi dëgjuar gjithmonë shoku shtrije. Edhe këta zinin shok shandi, edhe dhe këta kam shok shumë të mirë. Por pleqt që ishin, prindrit që ishin me eksperiencë të rrallë nga jeta, thoshte shiko, në qoftë ky është shoku mirë, thoshte, po, mirë. Provoje dhe t'jepi një kokër mollë, thoshte, një gjë. Jepi një kokër mollë dhe jepi atij që ta ndaj. Nëse mban pjesën më të madhe, mban për vete dhe të vogël, ta jep ty, atëherë shikoj që të rrek më shumë krapa nga vetë. Shpeshherë në situata të ndryshme neve e dimë dhe e shikojmë që ne si njerëz në situata të vështira i provojmë njerëzit. Në momente pra të vështira, neve provojmë dhe sjelljin e njeriu. Tani tek zgjuarësia qiellore, thash pak më përpara që shiko, neve nëse neve do të bënim një lloj
krahasimi ose një lloj vlerësimi, sigurisht që neve do të zgjidhnim atë zgjuarsinë qiellore, do të thonë kjo është më e mirë. Dhe në fakt është, por në momente të ndryshme të jetës sonë, ne mund të bëhemi toksor. Me zgjuarsinë e mençurinë tonë mund të zgjedhim toksor. Dhe neve mund të vijmë me justifikimin që shiko, po unë e bëra këtë lloj sjellje sepse për shkak të ai ose ajo më ka shfrytzuar gjithmonë. Nuk di t'i shpjegoj të gjitha, të jemi sinqert, sepse ka momente të tilla që edhe unë vetë personalisht ku më bëhet shumë pa drejtësi, ose kthej kurrizin nuk e ndihmoj më fare, ose nuk do t'i jap më siç i jepja më përpara. Bibla na kujton edhe na tregon një shembull shumë të mirë për padrejtësitë e të gjitha këto që i bëhen njeriu. Këto gjëra ja bën Jezusi. Jezusi çfarë bëri? Zgjuarsia toksore bëri që njerëz të ndryshëm të anonin për gjëra toksore. Madje edhe dishepujt e Jezusit, qofse mani mend një moment kur ata ishin mbrapa Jezusit, ata thonin shiko, ata debatuan. Edhe debatuan ashpër duke diskutuar kush ishte më i madhi midis tyre. Dhe kjo i bëri që të merrni një kritik shumë të fortë nga Jezusi. Pra, edhe njerëzit më të afërt, le të themi, që ishin më afër Jezusit edhe që e dëgjonin Jezusin për ditë me mësimet e tij dhe me ato predikimet e tij, madje ata njerëz që pan edhe veprat e tij të mrekullueshme, që Jezusi bari shëroi, ngjalli prej së vdekurit, dëboi demonët, edhe ata përsëri mendonin kush do të jetë më i madhi në mbretërinë e Perëndisë. Vetë Jezusi e përuli veten e tij deri në fund, deri aty sa u kryqëzua për ne. Ai i dha mundësinë gjithë secilit prej nesh që të ketë një mundësi të dytë, duke hequr dorë nga këto si thua teka ose mençuri toksore, duke hequr dorë nga bota dhe duke u ofruar Perëndis plotësisht 100%. Edhe sigurisht vetë Perëndia e din këtë gjë dhe thot pret që neve është një progres, është një punë e përditshme që neve duhet ta bëjmë, që ne ditë për ditë me jetën tonë duhet të zgjedhim, duhet të mësojmë që të kemi edhe që të zgjedhim Perëndin. Sia qiellore është nuk tregon anësi, zgjedh gjithmonë atë çfarë është e drejtë. Dhe edhe unë nëse na kujtohet nga mësimet e mëparshme, nuk tregohet e anshme. Edhe Jakobi thot kujdes sot kur vjen dikush në mesin tuaj, një që është i pasur, e trajtoni me respekt e me gjithë të mirat, ndërkohë që kur vjen një lyps, një i varfër, ju e bëni që madje që të ulet në këmbët e juaja, jo të ulet në stol si gjithë të tjerë. Kjo është ajo çfarë na bën zgjuarsia qiellore. Zgjuarsia toksore shkakton konfuzion dhe çdo lloj gjërash të këqija. Në qoftë se neve do na bëhet pyetja ku jemi ne? Është unë për vete do t'i përgjigjesh në këtë lloj mënyre. Është një proces. Ka ditë të mira që jam tek zgjuarsia qiellore, ka ditë të këqija që jam tek ajo toksore. Pra është një proces. Neve lexuam që edhe në fillim të kapitullit për gjuhën, sepse neve këtu tani po lavdërojmë Perëndin, edhe po
po mësojmë për fjalës së Perëndis, po bekojmë njëri tjetrin, po lutemi për njëri tjetrin. Në momentin që neve do dalim jashtë, dikush do na pengoj rrugën, dikush do eci me shpejtësi, do na bllokoj rrugën, neve do ta themi dhe një fjalë të pistë, ose do ta mallkojmë. Zgjuarësia toksore nuk jep ndonjë përgjigje apo reagim ndaj Ungjillit. Ndërkohë, edhe nëse se ka ndonjë lloj reagimi, do të jetë çfarë e bën atë të ndihet mirë. E keni vënë re që ka njerëz që vinë në adhurim vetëm, domethënë, ose bashkohen me kishën vetëm momente specifike ku ndihen mirë, por jo gjithmonë. Për ai që është një besimtar i vërtet dhe që kërkon që të lavdëroj Perëndin, do të vijë në momente kur nuk ndihet vetvetja, ose mund të ketë ndonjë person që vetëm fakti kur e shikon fillojnë trazira. Ndërkohë që zgjuarësia qellore merr komanda nga Ungjilli me gëzim dhe me bindje. Pra kur dëgjon fjalën e Perëndis, e merr atë me gëzim të madh. Unë për vete edhe një herë jam i mendimit që është një proces që neve e bëjmë çdo ditë. Pra nuk është diçka që ndodhi brenda ditës. Por ne nuk duhet të heqim dorë, sepse kjo në fund të fundit, kjo është e vërteta, kjo është jeta që vjen nga Perëndia. Imagjinoni, vitet ikin shumë shpejt. Edhe kur ishim që kishim edhe mendime edhe ëndra, koha ikën shumë shpejt. Mos harrojmë një gjë, që Perëndia është gjithmonë. Edhe Perëndia për gjithë secilin prej nesh që të jemi në prezencën e tij.